vlerësimi juaj çush është, po vlerësimi jam është 100%. Mu po marr molli për çmo. Vallahi, të dashurit e mi, nuk ka kënaqësi, edhe nuk ka lezet më i madh se me kon këtë vend ku je ti e ku jam unë, edhe me thonë elhamdulillah o Zot, që këtë vend, në këtë moment nuk jam dikun tjetër, se këtë vend në këtë moment, a e dini vllazën sa njeri i burgosën, i cili është i pa drejt, e ka dhe që janë të drejt, vendimin ndaj tyre është me të drejt, po që kanë rronë pishman, e na lakmojnë më kon këtu me neve. A dini sa njeri në për spital është smut, e na ka lakmin, që i na ordhën xhami. A e dini vllazët, është një sen tjetër që du të me ditë halo ma shumë, sa njeri është në përvore, edhe mi audhon Zoti shpirtin që na kishin lakmu, që sot i na ordhën xhami. Prandaj, lupna që kena këto xhami. Allahu na i ruaj këto xhami. Allahu na i shtoft këto xhami. Allahu me rinije, me pleqëni, Allahu na i zbukuroft. E Allah ja u theft qafën e durt, qeknikve që na i kanë rëzu këta xhami. Ja Rabbil Alemin, Allahu hakën ta mort, ja Allah. Sepse, si sa të më kujtohet, edhe juve do të më ju kujtu. Kur ma ketë, nuk u do Kosova. Se atë dit, kur për 78 dit, i në rëzu 300 xhami. Sa që i madhe i vogël plaka i ri, ju më taku, që më ka thonë, nuk po mërzitna që ma kanë kollë shpin, po mërzitna që ma kallën xhamin. Allahu na mundsoft xhamin e Gurës Tibrit me kthy ja Rabbil Alemin. Allahu na mundsoft xhamia tona me rini, me imbushje Dhul Xhelali wal Ikram. Qofshet faqe bardh, vendin më të mirë që e keni, qoftë në lagjën e juj, qoftë në katunin e juj, qoftë në shtetin e juj, qoftë qytetin e juj, janë xhamiat për të cilët në këtë vend harrohet java, harrohet derti, harrohet problemi, harrohet halli, mërzia. Këtu vjen njeri në shpinë të Zotit, i ullet të Zotit, në dy gojt, e i kërkon Allahut, ja Dhul Xhelali wal Ikram, ma letësa, ma shëra, me ndihma, me jep, me mundësa, ma letësa, hyrjen xhennet me rahmetin dhe butësin tonë, ja Rabbil Alemin. Falni se nështë pak ju emocionova, vetëm po ta...